Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjykata Supreme e Kosovës sedh poshtë të gjitha ankesat lidhur me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, duke hapur rrugën certifikimit të tyre zyrtar dhe nisjen e procesit të themelimit të institucioneve të reja, për t'i dhënë fund krizës pothuajse 2 vjeçare politike. Zgjedhjet do të certifikohen gati 2 javë pasi KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare. Sipas tyre, partia në pushtet e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, Lëvizja Vendosje, fitoi 47.13% të votave ose 53 vende në kuvendin me 120 mandate. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 19.44% apo 22 mandate. Lidhja Demokratike e Kosovës 16.69% apo 18 mandate dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 6.74% ose 7 mandate. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Mark Rutte tha të mërkurën se presidenti Donald Trump ishte në gjendje të barazonte shpenzimet e mbrojtjes midis Europës dhe SBA-s duke bërë thirrje për një aleancë shumë të fortë. Para samitit të Ankaras, Rutte tha se presidenti Trump ka qenë në gjendje të bëjë më në fund atë që Eisenhower, presidentët amerikan, u përpoqën ta bënin, që ishte të barazonin shpenzimet e mbrojtjes midis Europës dhe SBA-s. That he is the first president of the US since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans. Ai theksoi nevojën për një Europë shumë të fortë brenda aleancës duke vënë në dukje NATO 3.0. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, tha se Europa e Bashkuar është Europë më e fortë, por Europa më e fortë është Europa që jeton në paqe dhe demokraci. Apeli I Siljanovska-Davkovës vjen para samitit të 36 të krerëve të shtetet dhe qeverive të NATO-s që mbahet në kryeqytetin e Turqisë Ankara. Samiti dyditor filloi me pjesëmarrjen e liderëve të 32 vendeve anëtare të NATO-s, përfshirë dhe presidenten maqedonase. Pritet që ky samit të dërgojë një mesazh uniteti dhe solidariteti mes aleatëve, pavarësisht tensioneve të fundit në marrëdhëniet transatlantike. Ushtria amerikane goditi objektivat në Iran pas sulmeve të fundit ndaj disa cisternave në ngushticën e Ormuzit. Sulmi konfirmohet nga Komanda Qendrore e SBA-s, CENTCOM. Forcat e Komandës Qendrore të SBA-s kanë filluar të nisin një seri sulmesh të fuqishme kundër Iranit për të imponuar kosto të larta për shkak të sulmeve ndaj anijeve tregtare të pajisura me civil të pafajshëm në një rrugë ujërore ndërkombëtare. Ushtria amerikane tha se sulmet ishin në përgjigje të veprimeve iraniane ndaj 3 anijeve tregtare që kalonin ngushticën e Ormuzit. Parlamenti Evropian miratoi të marrë rregullore të përditësuara të drejtave të pasagjerëve ajror që synojnë të shpejtojnë procedurat e kompensimit, të sigurojnë ulse falas për fëmijët dhe të kërkojnë kompanive ajrore të përfshinë tarifat e bagazheve të dorës në çmimet e biletave. Legjislacioni është krijuar për të forcuar mbrojtjen për pasagjerët që përballen me ndërprerje të udhëtimit duke përfshirë fluturimet e vonuara ose të anulluara ose të refuzimit të hipjes. Krahas asaj u lejohet pasagjerëve mbi bileta kthimi për të marrë fluturimin e tyre të kthimit edhe nëse kanë humbur fluturimet në dalje pa tarifa shtesë. Tarifat për korrigjimin e gabimeve të vogla ndryshimore të emrave ose marrjen e një karte fluturimit të printuar pas regjistrimit nuk do të lejohen më. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.